se në rast se kërkon grushta, dihet që do të gjesh drurin, dhe druri është shumë i thekë, shumë i keq, dhe nuk është druri në kuptimin druri po druri metaforik. Pra, ajo që ti i shkakton tjetrit një problem, dihet që një person do ta kthejë mbrapsht. Pse? Sepse je tipikrisht që ke ulur nivelin e komunikimit dhe personi kur nuk gjen rrugë tjetër, sigurisht që në një farë forme dhe mënyre do ta kthejë mbrapsht, sepse ti bëre një pabesi përpara opinionit publik, por edhe atit. Dihet qartësi që Gjesti është viktim, dihet qartësi që dhe Gjesti dhe Leridona janë fitimtar, sepse nga njëra anë u ngre Gjesti për të fituar, nga ana tjetër, nga ky veprim djallëzor u ndihmua një vajzë, po dhe vajza të tjera që të kuptojnë që bukuria nuk prodhon paqe, prodhon sekrete të cilët janë cenueshme për jetesën, por edhe marrëdhëniet të midis dy njerëzve. A mendoni se pas kësaj ngjarje Loredana i ka dhënë duart përfundimisht Jozit? Uroj që të ketë ndodhur, dhe në rast se nuk ka ndodhur, është një mesazh i qartë që ajo duhet të ndalohet, të dalë nëpër televizione duke thënë që gratë janë të dhunuar, ndërkohë që ajo pranoi aptazi një dhunues që nesër të ketë një raport intim me te ose dashurie, dhe normalisht treguesi i qartë që njerëzit në publik thënë gjëra të tjera dhe nga brenda pranojnë dhunimin drejt për së drejti, atëherë nuk ekziston më fjalia viktim e veprës penale në një vepër penale të dhunës së ardhmes. Si lexoni reagimet, qofshin ato pro Gjestit, por edhe ato që deri diku e kanë justifikuar Jozin sepse ai ka qenë i provokuar vazhdimisht, por nga ana tjetër edhe mbështetësit e Gjestit që kanë shkuar para godinës së Top Channel duke kërkuar Jozin? Tani është një lojë, ka tifoz, ka njerëz të cilët kanë një dashuri, një respekt ndaj Gjestit, normalisht që ata veprimet e tyre, po unë i bëj një këshill juridike. Edhe unë e mendoj ndonjëherë të rrafna njërin, po pastaj them, po mira, vlen të futem unë burg për një njerëz të tillë, s'ja vlen. Prandaj i them qytetarëve, nuk është zgjidhje të rrafësh dikë dhe të godasësh. Mendo veten tënde, mendo familjen tënde. Ke respekt për vete, ke për familjen, nuk ka pse ti bësh kënaqësinë tjetër të futesh në burg dhe të kënaqësh tjetrin. Mesazhi im është për të rit, mos bëni veprime të cilët ju cenojnë nesër karrierën tuaj, jetën tuaj, zhvillimin tuaj. Shikoni qartazi, kush është ai? Po ja vlen tani të futesh në burg për Jozin. Tani ti lutem, ja vlen, s'ja vlen më. Nuk ka vlerë të futesh në burg për atë. Po kjo nuk do të thotë që duhet të futesh për një tjetër. Sepse unë jam i mendimit, përdorni mjetet ligjore në rast se ju e shikoni të arsyeshëm të kundërshtoni një veprim dhe të leni ligjin të veprojë, dhe në rast se ligji nuk vepro, është ligji më i shenjtë, i cili mund të vonoj por nuk harron kurrë, dhe është ligji i Zotit. Unë kështu e bëj. Në rast se kam një rast, normalisht njerëzore është, them të kalbet në burg, nuk e shprekte, nuk e bëj. Nuk bëj veprim, sepse nuk dua të bëj një gjë të keqe dhe për surratin e njërit të futem unë burg kot. Por unë them këtë gjë, në rast se unë shikoj do t'i bëj kallëzim ose do bëj denoncim sipas ligjit, nuk do veproj ligji, ja loj Zotit. Zoti është ai i cili i jep përgjigjen e dur në momentin e dur. E them me plot bindje, është e provuar qartazi kjo gjë. Qartazi. Ta dish, bëj gropën tjetrit, po do të vi gropa që do jetë më e keqe për ty. Prandaj bëj apel të rinjt. Mund të bëni militantin e një loje, mund të bëni mbështetësin e dikujt, po mos e personalizoni çështjen sepse do ju vi juve kundër, jo atit që ju i shkaktoni problemi, sepse ju faktorizoni Jozin në rast në konkret që i bëni një goditje. Ai faktorizohet. Pra ju humbisni të drejtën tuaj dhe favorizohet ai se bëhet viktim. Prandaj mos u fusni në lojën e tij. Mos u fusni në provokimet e tij. Bani qëndrim me Gjestin, Gjesti le ta gjej me Nojze, me Jozin. Prandaj të jemi të qartë për këtë gjë.
Si mendoni, a është i djegur si figurë tashmë Jozi pas kësaj ngjarje, teksa dhe shumë persona të tjerë që e kanë pasur në afërsi ose më saktë kanë mbajtur në shtëpitë tyre duke i dhënë edhe bukë siç shpreh njëri në Zvicër, dhe tashmë edhe këtë bukë e ka bë haram, edhe atë karrierë që ka ndërtuar, nëse mund të themi karrierë, deri më tani e ka djegur plotësisht. Televizioni Top Channel i dha shansin më të mirë, më të bukur, që ky person gabimin fatal që bëri ta korrigjoj dhe të rikthehet dhe të ndihmohet. Ai e shkeli. Për mua, ky momentin e parë, një serb kundër kosovarit shqiptar. Kaq, nuk ka të shtoj diçka. Për mua kështu është. Në sytë e mia ashtu do të jetë. Nuk ndryshon asgjë. Si mendoni, kush e fiton këtë Big Brother, duke qenë se tashmë janë mësuar edhe finalistët? Për mua e fiton Gjesti, pa qenë kjo ngjarje që ndodhi, është e sigurt që e fiton ai. Ai ka dhënë kjo ngjarje edhe pikë më shumë dhe avantazh për natën finale? Është e sigurt kjo gjë. Duhet kesh parasysh diçka. Në politik, kur të fusin në burg, je më i fituar. Në lojë ku ke të bësh me popularitet, ku ke ekziston dhuna, ke më shumë militant dhe madje ke edhe njerëz të cilët urrejnë dhunuesit. Prandaj do të thotë që Gjestit në këtë moment i është rritur më shumë pjesa e të qenurit të fitues, dhe përveç kësajt edhe loja tjetër që bëri Big Brother me zgjuarsi, vendosi dy finalistët e parë që kanë një prezencë të ulët në raport me qytetarët, pra Vasilin dhe këtë zonjën si e ka emrin kjo, Rozana Radi, po. Këto dy individi vendosi pothuajse të parët dhe vendosi Gjestit të fundit. Kur ne e dim shumë mirë që Gjesti çfarë populariteti ka në publik. Pra do të thotë që ai e fiton, por kjo është një lojë që t'i japi një intrig të brendshme lojës, sepse çfarë është Big Brother? Një lojë e cila paraqet fituesit dhe humbësit, paraqet intrigat e tyre që bëjnë në lojë, dhe normalisht Gjesti ka qenë një djalë i cili për mendimin tim ka luajtur bukur në shumë aspekte, ka provokuar me delikatesë, i është shkëputur provokimi duke e bërë konflikt konkret real, në krahasim me Roza Radin edhe këtë tjetrin Lajt Vasilit, të cilët me kaq shumë mënyrë strikte edhe aktorë, unë habitem me disa njerëz që janë aktorë, këtë edhe me Big Brother më para, edhe aktorë dhe nuk dinë as bëjnë aktrim në lojë që janë. Imagjino çfarë tjetër çfarë presim nga ata. Prandaj për mua Gjesti është e sigurt që e fiton. Tani në rast se bëhet një ndërhyrje nga hakeras tek pjesa e matjes, është mund tjetër pastaj gjë.